Jo. Si jo. Si jo. Ja. S'kom shprej, sa më vlo. Vazhdojmë dhe një... Ta shune, adem, ta që shakon si babi, pa një dy papuqet vogla. Ku i gjeta ato njëherë? Teglit, jo teglit. Nipit kësaja, se di. A ishin të nipit e eglit. Pa, e i pashe, interesant më doken, dhe që shkina në tripa. Hyre shumë, do me thënë. Shqyqyr që egli të ndaloj dhe ti e kuptove që s'bën do të fëmi vetëm me vetën tënde. Po, ju drejtua derës në një moment saktuar. S'jam gati, nuk kam gati, Leden. As njëherë nuk është askush gati për të bërë me fëmi, ama kur vind të gjithë bëhemi gati dhe janë të mirë pritur edhe nuk e di se që në ndodhë dhe bëhemi gjithë mirë. Ti, a je Leden ti? Urdo? A je bab ti? A jam bab unë? Unë së shpeti po bëhem gjysh o gjesë. Ti rujtë zotin vashto. Ndërko, me qënë se ra fjalla të gjyshrit, dua të përshëndes gjyshrit që takoj nga liqeni dhe që shojnë Big Brother duke luajtur tavël dhe domino e tjera. Edhe që do lumëturojnë shumë që i përmënda se më thonë gjithmonë na përshëndet, po s'kishte rënë rasti. Tani, më thonë që juve aty brënda gjithashtu luani shumë nga këto lojrat qa janë këto, luani keq më thonë, dhe për këtë u kujtua Gjambo, tha me qënë se banorët e këti edicioni kanë kaq shumë dëshirë të luajnë ludo e kudi unë, tavëll e se dit, ti sjellin ca lodra të heqin gjitha të dufin e tyre brenda të dit dhe më pas të bëjnë Big Brother sepse ngelëm duke parë njerëz që luajnë shah edhe ludo, Jo, Ledion, cicmic. Cicmic quhet. Atere, keni patur mundësi të kaloni momente të këndshme dhe argëtuese me njëri tjetrin me lojrat që Gjambo solli, lojrat të ndryshme tavoline. Do doja të falenderoja Gjambon që sjell mbi 30.000 produkte në 9 dyqane fizike në Shqipëri dhe akoma dhe më e thjesht në www.gjambo.al. Shohim klipin me këto momente. Banor, Gjambo ka vendosur që dhuroj momente argëtimi brenda shtëpisë së Big Brother vit. Gjambo është dyqani më i madh që sjell mbi 30.000 produkte çdo ditë pra nesh. Gjithçka për shtëpinë, produkte sezonale, lodra, kozmetike, shumë të tjera. Koko Gjambo, ua! Biljard, yes, biljard du me lujt. Gjambo, përshëndesim shumë, na ki knoq. Kam i bas një. Des për të lojën. O gjithë. Ai shumë u knaqëm me lojrat e Gjambo sa që e harru fare shtëpinë e Big Brotherit. Okej, është fusim këto. Jo, karonesi! Unë u knaqa shumë. Kampioni Shao, si alash 1-1? Gjasht. Vajzat bëhen shumë plumtura me fustane, pijama party, ne çunave në epi top, ne dhe jemi shumë plumb. Dhe një lojsha me veten, se vërdas se kishte njerëz që kanë kaq kapacitet. Shumë, faleminderit Gjambo shumë. Na ke rikthyer në fëmijërinë e dikueshme. Gjambo është vërtet shumë ngjyrshë, ashtu siç dhe na erdhi këtu në shtëpi dhe kur kemi ngjyra sigurisht kemi dhe fest. Faleminderit Gjambo. Danja, te kjo loja e shaut me vetën tënde, kush fitoi, ti apo ti? E di që kam bërë asaj skuadrës kundërshtaja, mora gjithë gurët. Wow! Po bëja shaka aty gjithsesi. Ishte kopa luajtur shat, kishte marrë malli, kështu the kur fillove. Kush ishte loja më e këndshme? Gjesti të pëlqeu më shumë bilardo apo ajo me ato futbollistët? Rrëkëtash kjo çashta e olla çadi. Mini futbolli, po. Çaj dyat, bilardo dhe mini futbolli. Çaj ishte, më fal si e them? Unë na i them kusë rrëkëtaç kjo çashtja shumë. Jo, një sekond.
sekond. Si edhe një herë? Pa, as vetë, rëkëtachki. Rëkëtachki. Po, që shtë i thojmë, da. Atere, shkoni blini rëkëtachki e Gjambo. Qishe për të O, zotë nuk di. Dhe, natyrisht, kampioni i shaut, Joz me 3 lëvizje, Tani më thot Dane mu jo s'kam konkurent. Joz shaut, tashmë. Vjen keq. Nuk e bëm lojën, po. Loredana, apo ti luajtë në një gjë? Po, ajo me gjarë për. Po pse luan vetëm shumë gjëra me gjarpëri me hardhuca? Jo, ma më shkon shumë loja. Më shkon ka shumë loja me Zara. Po, loja me Zara është fiks për ty. Po. Aneda. Kam fatë pa. Loredana me zi pret luj me Jozin, po Jozin ka mirë ka shau. Fiks. Do e mësoj me luj qa dhe loj. Jo, Lori luan me lojë me Zara, kështu që po pate Zara, okej, në kundër. Mirë, mbyllim lidhe me shpinë, do të kthejmë të kjo pas pak, ndërkohë... Si shumë ato të shukuja këj Ledioni. Nga zhurma që bën. Nesër të Gjambo, ku kalamajt ujtë natyre asistenteve. Një rokotachki. So, rëkëtachki ma, zdjes. Adina, kërku nuk eksisто këtë, rëkëtachki. Okej, mbyllim lidhen me shtëpinë, zonja dhe zotrinj, do të jemi sërish këtu bashk, mos harroni që vetëm pas pak do të zbulojmë një mekanizëm që do të çojë njërin prej atyre 10 banorëve në finale dhe jo vetëm aq, do të zbulojmë gjithashtu edhe kush do të lërë shtëpinë sonte nga televotimi që mbyllëm në fillim të mbrëmjes. Ka publicitet, qëndroni aty.